Vizitorë nga vende të ndryshme po shijojnë falas Fli, Djadh dhe Kos Fshati, ndërsa organizatorët thonë se qëllimi i festivalit është ruajtja dhe promovimi i traditës shqiptare, si dhe zhvillimi i turizmit rural. Festivali Flis nuk është festivali i parë që organizojmë na, por është festivali i parë i kësaj natyre. Me këta kemi dashur me promovu gastronominë tradicionale. Si karakteristikë interesante e Flis, kisha mujtë me thonë që është madhësia e saj, ku është 3 metër me 3 metër. Ndërkohë kemi aplikuar edhe për rekord botror të Guinness. Pjesë e programit artistik është edhe interpretimi me lahu, tashmë është pjesë e trashëgimisë kulturore jo materiale në UNESCO në interpretimin e lahutarës së vetme në të gjitha trojet shqiptare. Jam shumë e kënaqur që ndodhem këto me performua, domethënë pjesë e artit shqiptar, të folklorit shqiptar, të gjitha trevave. Jam lahutarja e gjithë shqiptarisë, edhe e Kosovës, jo vetëm e Shqipërisë. Festivali i Flis po shndrohet në një pikë takim të shijes, kujtimeve dhe identitetit kulturor që do të vazhdojë deri në orët e vona dhe do të jetë i përvitshëm.